100.000 euro, po s'pa t'jep 200 euro me mush naft me shku Shqipëni nëse ki në udhëtim. E kupton. Ministre. Ja marrin rroga ata. Dëgjom. Gjykata administrative që tash i ka pranuar 30.000 land. 30.000. 30.000. I ka 17 gjyqtar. A leve. Tregom ti mu 17 gjyqtar me 30.000 land. Me logjikën, me analizat tona, që kjo gjykata administrative, nëse nuk trefishohet numri i gjyqtarëve, nëse nuk ka stam shtetës, nëse nuk i jipen kushtet, kjo gjykata administrative do të thotë një land që ka pranuar sot, ka më ardhur dikush, nëse si një ministër mas 10 vite, ka më shku te ministri i drejtësisë, mua anku me një letër se e kum dërguar në 2026 një land, s'po ka trajtuar në 2036. Me drejt, se nuk mundesh me 17 gjyqtar 30.000 land. Ministri, e mora gjykata komerciale për një met është për zhvillim ekonomik është alfa omega. Po sot gjykata komerciale që është themelu, është inicu në atë kohë prej tjetër kujna, Ministri i Drejtësisë Albania Naxhiu veç e ka miratu, do të thotë, mirë që ka pasur ndaj politik, gjykata komerciale prap u kanë pa buxhet. Sot gjykata komerciale punon me efikasitet dopt. Gjykata komerciale ka numër të kufizuar gjyqtarëve. Sot na nuk mundem me themelu mekanizma të ri ku nuk ndojna buxhet. Nëse Këshilli Gjyqësor ka kërkuar 60 milionë, ja keni jap 40 milionë, do thotë po operojnë me 75% buxhetit. Nëse Këshilli Përkali Kosovës i ka lyp 30 milionë, ja keni jap 18 milionë, po operojnë me gjysmë buxhetit. Sot gjyqtarët prokurorë, për ti si ministër e drejtësisë, është ekstrem e rëndësishme për ty ministre, që qytetarët me marrë drejtësi me pas qasën drejtësi. Qytetarët i morra, nëse se 17 gjyqtarë për 30 milion. Po sepse çdo fillimi